Mirë se vini miq në Koreale, nis programin edhe ditën e sotme, do të kemi një formulë ndryshe, e di që prisin që t'i prezantoj temat, po drejt për drejt. Në këto momente do doja që t'lidhesha në fakt me stendën e radio televizionit publik shqiptar, aty ku ndodhet edhe kur janë pozicionuar që nga data 5, një grup artistësh, një grup profesionistësh, kolegë të cilët prezentojnë për gjitha ta, jo vetëm që janë pjesëmarrës edhe biznesmen apo sipërmarrës të ndryshëm, po edhe ata cilët janë vizitorë në Klik Expo Group për të patur një copëz radio televizioni edhe për të patur bisedat gjata me to. Në stand ne kemi në këto momente edhe pak atmosferë festive. Unë kam Migenën në këto momente në lidhje, por jo vetëm, Migenën do më prezentoj me një vajzë e cila jo vetëm që është fituese, po do performoj në hapjet programit ditën e sotme. Migena. Përshëndetje Flori, përshëndetje të gjithë televizikuesve. Jemi pikërisht në stendën më të këndshme do të thoja, pa diskutim të Klik Expo Group, dhe kemi një mikesh të jashtëzakonshme. Ajo është një artiste e lindur, ka një energji të jashtëzakonshme, është pikërisht përfaqësuesja e Shqipërisë në Junior Eurovision Song Contest 2025, është Kroni Pula. O, sa bukur, Kroni, përshëndetje, Kroni të përshëndes. Sa bukur, që kam bështjel mirë, që kam bështjel mirë Kroni, edhe nga për zërin, për të ruajtur zërin. Sigurisht, tregojmë kujdes edhe për vokalin. Sigurisht. Njerëzit janë të paduruar për të parë, për të ndjekur videoklipin i cili është lançuar vetëm 2 ditë më parë në kanalin zyrtar të Eurovision Song Contest. Është një klip shumë interesant, shumë simpatik, i cili e përcjell shumë mirë mesazhin. Dhe unë mendoj, Kroni, që tani është momenti që ti ta interpretosh. Migena, ta pyes dhe pa Kronin, unë më dëgjon mua Kroni, apo jo? Mendova se do ta pyesje pas interpretimit. A ta pyes pas interpretimit, dakord. Atëherë, le të më këndoj fruta dhe perime Kroni, se me zi po pres që ta shoh se si do ta ndezë edhe skenën aty tek Junior Eurovision, ë? Sa bukur. Gati Kroni. Patjetër, gati. Stenda për ty. Muzikë.
tani si ato artistët e mëdha. Flori, jepi, kishe pyetje? Migena, unë kam shumë pyetje, di që dhe ti ke shumë pyetje, po, ta pyes pa Kronin. Kroni, jeti gati për të ngjitur tek ajo skena e bukur e Eurovisionit për fëmijë? Unë jam lindur gati. A, ke lindur gati, Wow! Shiko, Kroni, kush t'ka stiluar ditën e sotme? Ka ish bukur, kush t'ka veshur? Për atë the mamen. A, mami, Ajo është, por në përgjithësi, kështu, Pak ti, pak mami, në O, Kroni, kombinim. sa vjeç je ti, Kroni? unë jam 9:30. 9:30, Po çfarë të thonë në shkollë mbasi ke fituar, edhe që do të shohin tani dhe në intervistë me mua, me Migenën aty, çfarë thonë ata? Çfarë thonë shokët e klasës? Të gjithë mua më thuen, o Kroni, këndo fruta perime. Vërtet, O Kroni, ma trego pa kërcimet që bën atje ti. Bravo! Sot më pyetën nga që kisha veshur këtë veshje, Aha. edhe i tash ona, po hajt, po tregoj vetëm një lëvizje të vogël, ja tregova. Edhe atë Po, ishin Migenës ja tregove një lëvizje? Po i mësojmë, rrugës jemi. Në fakt, Flor, kjo është hera e 11 që Shqipëria përfaqësohet në Junior Eurovision Song Contest. Dhe nga viti në vit, unë mund të them që kemi patur vokale të jashtëzakonshme, por këtë vit Kroni është, le të themi, një nga ato fëmijët e cili do të spikas me siguri në skenën e Junior Eurovision. Tani, Kroni ka krijuar në një farë mënyrë dhe miqësi me një pjesë të pjesëmarrësve. Do na tregoj vet, apo? Po. Me kë ke Unë një më shumë herë kam miqësi? marrë shumë miqësi me Spanjën edhe me Ukrainën. Do janë kështu. Dy miqtë e tu më të dy mirë. miqtë mirë. Të pëlqejnë këngë, të pëlqejnë ata si artist. Po. Më pëlqejnë shumë. Mua më pëlqejnë gjithë artistët, kanë këngë të jashtëzakonshme. Të jashtëzakonshme, Po, të të bukura. jashtëzakonshme, që unë i pëlqej shumë. Mirë, po Kroni, ti ke një rit shiko. tëndin që Po. para se dalësh në skenë, bën diçka, se thuash, Po, shumë mirë. ke nga ato ritet që bëjnë këto artistët e mëdhenj? Gjëja që thjesht këndon. I thua vetes forca, a? Po, ja vetes Forca, Kroni. I them una, bëj qef, se nuk është ndonjë gjë më e mirë se të bësh qef. E Bravo, kuptuat? bravo Kroni. Kroni, cili është artistja jote e preferuar? Nga Eurovisioni apo nga këto? Jo, të ndryshme në Shqipëri edhe jashtë, edhe të huaj. Nga jashtë kam Damiano Davidin, si grup Maneskinin edhe Kacaj, Po, por nga Shqipëria kam Elvana Gjato. që të pëlqejnë, Po. do kishe bërë një bashkëpunim me Elvana Gjatën për shembull? Po, do kisha bërë shumë, ama kam edhe dy të tjera. Këtë tjetër. Aurela Gacën edhe Irma Libohovën. Vërtet, dje pash Irma Libohovën duke kënduar. Po, dje ta kisha ditur, do të kisha marrë dhe ty që të kishe shkuar të takoje. Ke takuar Irmën? E ke takuar Irma Libohovën Po, ndonjëherë? shumë herë. Po, do ketë Po, bërë Elvanën? foto me siguri, E apo? ke takuar? Kam takuar edhe këtë Aurela Gacën. Po. Po Kam bërë Elvanën? një foto. Po, Elvanën jo, shpejti, nuk është sigur e kam. së shpejti. Po, Nuk i dihet, nuk i dihet. Mund Po, të një dojë bashkëpunim- Elvana të bëj një bashkëpunim me Kronin. Migena, se e pra, këtë doja që dija, Migena. Kroni me kë ka dëshirë të bëj një bashkëpunim, për shembull. në të thënë të vërtetën. Me këto këngëtarët, Me këngëtar, po, me këngëtar. Me kë, për shembull. këngëtarët e Shqipërisë do kisha dëshirë të bëja ose me Irmën. Po. Jo, me këto të treja do kisha shumë dëshirë të bëj. Me një nga këto të treja, a? Edhe nga të huajit, me Damianon, edhe me Kacaj. Këto i kam nga... Po me Dua Lipën për shembull, nuk të pëlqen shumë Dua Lipa? Më pëlqen, Po çfarë ka ajo që s'pëlqen kaq shumë? jo, më pëlqen, ama nuk është sikur e dëgjoj shumë. Dua Lipën, ë? Po. Të pëlqen më shumë repertori Damianos. Po. Tani që u nda nga grupi? Apo Tani pa që problem? Unë ndjem shumë keq. Pse u nda? Ishin bukura shumë. Migena, u nda Damiano nga grupi? Ja, e Po, nga shikon. Maneskin u bë ka ko. Nuk bën kohë, ë? Ka një vit. Po. Na kanë thënë që do bëhet edhe një World Tour,
të fundit, që mua më ka thënë mame që mundet të ikim, si dje. Flori, mbylle emisionin se ne kemi një emision më vete këtu. Kroni është jashtëzakonshme për të dhënë përgjigje. Po kur do vi Kroni një ditë ta prezantojmë bashkë emisionin? Mbas juniorit. Po. Kemi punë tani. Apo duhet të flas me menaxher, duhet të flas me menaxherët e tu. Atëre, Kroni, ke menduar për veshjet, për performancën, pa i treguar sekretet? Keni bërë shumë prova këto kohë? Unë nuk di gjë për Nuk di veshje. gjë? Jo, nuk di, se mi menaxhon mami këto, por thjesht për kërcime ti ki ditë për ditë ke Albi, është kështu ai që bën kërcimin. Po, që po të realizon veshjet. Sigurisht, kompozitori. Adrian Hila. Adrian Hila. Pa tjetër që ai ka një merit jashtëzakonshme në këtë këngë, por sigurisht edhe ti, tani gjithçka mbetet tek ty, sepse je ti ajo që do të ngjitesh në skenë, do të përfaqësosh Shqipërinë, po pa tjetër është ajo që ti the pak më parë, të bësh qef, të kënaqesh në skenë, ta shijosh sepse ndoshta është hera e parë, nuk i dihet, mund të jetë edhe një herë tjetër, ja akoma në kohë. Ti do Kroni që të bëhesh këngëtare? Ti e ke me qef që të jesh këngëtare? Po, unë kam shumë qef të jem këngëtare, e pëlqej shumë të këndoj, edhe të kërcej ndonjëherë. Po. Edhe kam kështu si talent, kam talent të lindur. E kuptoj, po mami dhe babi çfarë thonë ata të bëhesh? Gjithçka e ka të lindur. Çfarë të thonë ata? Çfarë të thonë mami dhe babi që të bëhesh ti? Mami më thot, kështu që të bëjmë chase your dreams. Të ndjekësh ëndrat e tua, Edhe babi të njëjtën gjë. Mrekulli. Të falenderoj shumë Kroni që pata edhe program. Në fakt, familja është vërtet shumë e rëndësishme në mbështetjen e këtyre talenteve të reja dhe Flori, gjatë ditëve të festivalit mbarkombëtar të këngës në Shkodër, unë kam vënë re që familjarët e Kronit dhe jo vetëm kanë qenë një mbështetje shumë e madhe, por admiruesi më i madh i Kronit është vëllai i saj. Apo jo? Po. Është më i madh apo më i vogël? Më i madh. Jo, më i madh. Më i madh, bravo. Të lumt Kroni, do të ndjek me shumë kënaqësi kur të performosh atje. Edhe vetëm shijoja, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që ta shijosh ti. Po. Po mi gjena. Për ta mbyllur, po. Kemi një mesazh. Kemi një mesazh. 1, 2, 3. Fruta perime, të gjalla të zime, perime dhe fruta, të forta të buta. E bërë edhe Migenën të mësoj marrë që të përmëndësh. Lord, falenderojmë. Ju falenderoj dhe unë shumë edhe, ja, me këtë mesazhin e Kroni Pulës, e cila edhe do tjetë në datë 13 dhjetor, për të performuar në Junior Eurovision atje për të përfaqësuar Shqipërinë. Kështu që do të kemi dhe përfaqësimin e saj. Unë do të kaloj direkt tek sigla e programit tani në këto momente, sepse dua t'ju prezantoj temat edhe të filloj me aktualitetin, po kjo është e kështu, për të patur një pazite të këndshme dhe pak ndryshe në radio televizion edhe në kohë reale. Fillojmë direkt.